Ka thënë, kryetari juaj, Izet Mexhiti, ka qenë kryetari BDI-s dhe ka qenë një nga figurat udhëheqëse të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ne e dim se si kanë qenë raportet brenda partijake. Dhe nuk e keni drejtë legjitime të flisni për BDI-n, cili është sot përfaqësuesi i LD-s në qeveri për shembull. Ne jemi koalicion. Jo, ju Ne keni jemi një koalicion. ministër. Dhe ne funksionojmë si një trup. Jo, Dhe ne në drejtim funksionojmë të si kësaj, një trup. Nazim, se Tani, do ta çfarë them. ndodh se- pas kuluareve Jo. politike, ajo është tjetër çështje. Zonja Saranda, juve Përfaqësues sot të keni LD-s. një përfaqësues ministër. Ashtu, Ministri i Ambientit Jetësor, Po, zoti Muhamet Hoxha. po, Ai ka qenë pjesë e gjithë qeverisjeve të Bashkimit Demokratik për Integrim. në rregull. Ka qenë zëdhënës në periudhën kur ne kemi qeverisë me VMRO DPMN, ka qenë zëdhënës i qeverisë në periudhën kur ne kemi qeverisë me LSDM. Dhe tash nuk mundesh ti për një herë ta kalosh Ylberin dhe gjithçka që ka ndodhur t'ia lësh dikujt tjetër përgjithësinë dhe dali si diçka i reformuar. Zotri Faton Pollozhani, Zoti ju Izet Mexhiti ka harroni qenë- një fakt. ka Po, qenë- zotri Izet Mexhiti nuk ka bartur asnjëherë funksione ekzekutive. Është. Edhe këtë ta dish. Shive,